Mbrëmjen e djeshme përfundoi rrugëtimin e saj në BBV4, ndërsa ditën e sotme në një intervistë për Shqipëria Live, Valbona Milli pohoi se ka patur ndenja për Lart Vasilin. Nelin, ka qenë Larti i pari që ka bërë hapat dhe më pas e gjithë gjëja rodhi dhe u gjendën përballë njëri tjetrit. Më pas, vazhdoi si lojë, por, avancoi, shkoi përtej lojës, u shpreh gazetarja. Nelin, sipas saj, ishte Larti ai që i kërkoi të shkëmbenin puthje në një pjesë të shtëpisë, me pretendimin se nuk e kapnin kamera. Nelin, ndërsa më tej Valbona thekson se në momentin kur Larti e kuptoi se banorja ka krijuar ndjenja ndaj tij, ky i fundit e ka shfrytëzuar atë për lojë. Nelin, Valbona, nuk kam gënjur në asnjë moment në shtëpinë e Big Brother. Më ka ftuar që të më puthte në një hapësirë që besonte se nuk ka kamera. I thash jo, unë kam pasur ndjenja të sinqerta për Lartin dhe shumë të pastra. Duke e ditur ai këtë gjë, ka luajtur. Nuk mund të them që kam qenë marrëzisht e dashuruar, ishte një tërheqje që kishte nisur mes nesh. Prandaj them që zhgënjimi më i madh në BBV për mua ishte Lart